Në një bisedë të zakonshme, larg tensioneve dhe debateve të forta, Labinoti e pyet drejt për drejt Elionen nëse ka bërë botoks në trup. Pyetja vjen në një ton kurioztar, pa ironi apo sulm, thjesht si pjesë e një diskutimi që shpesh ndodh mes banorëve brenda shtëpisë së Big Brother, ku pamja, ndryshimet fizike dhe ndërhyrjet estetike bëhen tema të hapura bisede. Eliona përgjigjet qetësisht dhe pa komplekse. Ajo sqaron se ka bërë botoks vetëm në Moza dhe atë para një viti. Madje shton se efekti tashmë i ka rënë, duke e thënë këtë në mënyrë krejt natyrale, pa u përpjekur ta zbukuroj apo ta fshehë të vërtetën. Përgjigjja e saj ishte e drejtë për drejtë, e sinqertë dhe pa mbrojtje të panevojshme. Ky moment tregoi një anë më të hapur dhe reale të Elionës. Në një ambient ku shpesh banorët ndihen të gjykuar për çdo detaj, ajo zgjodhi të flasë lirshëm për një temë që zakonisht shoqërohet me paragjykime. Nuk u justifikua, nuk u ndje në siklet dhe nuk tentoi ta kthente bisedën në diçka tjetër. Thjesht tha të vërtetën ashtu siç është. Nga ana tjetër, edhe mënyra se si Labinoti e pranoi përgjigjen e saj pa insistuar më tej tregoi se pyetja nuk kishte qëllim provokues. Ishte një shkëmbim i thjeshtë, njerëzor, që pasqyron realitetin e bashkëjetesës në shtëpi, ku banorët njohin njëri tjetrin edhe përmes detajeve personale. Ky episod i vogël, edhe pse pa zhurmë, tregon shumë për dinamikën mes banorëve, hapje, sinqeritet dhe normalizim të temave që jashtë shpesh trajtohen me paragjykim. Ndërhyrjet estetike nuk u trajtuan si tabu, por si një zgjedhje personale, për të cilën secili flet nëse dëshiron dhe si dëshiron. Në fund, ky moment mbetet një shembull se si bisedat e thjeshta, pa gjykim dhe pa tension, krijojnë një atmosferë më të shëndetshme brenda shtëpisë së Big Brother Kosova. Janë pikërisht këto çaste të vogla që i japin lojës një dimension më njerëzor dhe më real.